Gazetari dhe autori i 10 dokumentareve, Marin Mema, ka qëndruar sot në Gjakov, ku ka zhvilluar një ligjëratë me nxënësit e shkollës teknike në Xhmedinixha. Mema ka ndarën me të rinjit përvojën e tij, duke u fokusuar veçanërisht në aktivitetet që kanë për qëllim promovimin e vlerave historike dhe kombëtare. Po unë kam patur gjithmonë dëshirë të punoj me të rinjt. Për mua është themeli më i mirë mbi cilin mund të mbështesim të ardhmen. Duhet punojmë me të rinjt, duhet të mbështesim të rinjt, duhet punojmë mbi lidhjen e fortë që ata duhet krijojnë me atë dhe dashurinë. Pa atë dhe dashuri, pa dashur kombin, pa krijuar themelet forta, rrënjë të forta të kombit, nuk do të ecim kurrë përpara. Ne duhet të kuptojmë që pavarësisht dëshirave të kahershme që kanë dashur na imponojnë, ne jemi një komb dhe duhet të punojmë të fortë mbi këtë. Nëse ne nuk punojmë, askush tjetër nuk do ta bëjë. Mes tjerash, gazetari Mema ka treguar edhe për qëllimin e kësaj ligjërate, duke theksuar rëndësinë e informimit dhe ndërgjegjësimit të brezave të rinj për historinë dhe identitetin kombëtar. Diskutimi për jo vetëm çështjet historike, po diskutimi për problemet e të rinjve, mbi të ardhmen e të rinjve, mbi mënyrën se si duhet i bashkojmë të rinjt tanë kudo që janë, mbi mënyrën se si ata duhet ndërtojnë të ardhmen e shqiptarisë. Është, e thash, edhe më parë është e nevojshme që ne të punojmë fort me të rinjt. Janë e ardhmja. Nëse nuk e bëjmë ne sot, nëse nuk i vendosim fort themelet tek rinia, nuk do të kemi nesër një të ardhme të fortë. Ndërkohë, drejtoresha këtij institucioni, Florentina Gjergjaj, u shpreh se kjo ligjëratë është organizuar në kuadër të klubit të debatit, me synimin që nxënësit të përfitojnë nga përvoja e Memës dhe të forcojnë lidhje me vlerat dhe rrënjët kombëtare. Duke njohur aktivitetin e shumët të publicistit Marin Mema, njëkohësisht në kuadër të aktiviteteve që i kemi planifikuar për klubin e debatit, kemi dashur që të ftojmë personalitete të ndryshme në mënyrë që të përcjellim vlerat, në këtë rast vlerat kombëtare, rrënjët tona, gjithë ato që përfshin në dokumentare që sjell Marin Mema para nxënësve tonë. Po besoj që është një ligjëratë që do të mbahet mend nga nxënësit e tonë dhe do të kontribuojë shumë në atë nxitjen e ndjenjes për atë dashurinë. Kjo ligjëratë është mirëpritur edhe nga vetë nxënësit, të cilët e vlerësuan si një mundësi të mirë për të mësuar më shumë rreth historisë. Na vlerësojmë shumë si ligjërat, për shkak se përveç informacioneve që kemi pas rreth historisë tonë, kemi marrë edhe më shumë informacione, por edhe informacione rreth vështirësive që ai ka pas në xhirimet e tyre, por edhe për shembull me njerëzit që në disa raste nuk janë edhe aq miqësor ose diçka e tillë. Kjo vizitë e Marin Memës në Gjakov u konsiderua si një hapësi rëndësishëm në afrimin e të rinjve me historinë dhe vlerat kombëtare.